Jemi rikthyer në studio miq, Driton Gashi nga Gjakova vjen me albumin e tij më të ri me titull Emër për mbi çdo emër. Është pikërisht albumi që po mbaj në duar me këtë kopertinë të mrekullueshme, me mesazhe të fuqishme. Një projekt që nuk është thjesht një përmbledhje këngësh, por një dëshmi besimi, një thirrje për adhurim dhe një shpallje se mbi çdo emër tjetër qëndron emri i Jezusit. Në një kohë kur muzika shpesh matet me klikime dhe rënditje, ky album na rikthen tek thelbi. Muzika si lutje, muzika si dëshmi, muzika si shërbes. Sot do të flasim për zemrën pas këtij projekti, për mesazhin që Dritoni dëshiron të përcjell përmes këtij albumi. Kënaqësi të kemi në studio, pastor. Është kënaqësia ime të jem bashkë me juve. Shumë faleminderit. Tani unë jam mësuar të them pastor, në fakt vjen si kantautor. Kjo më pëlqej në mënyrën e prezantimit sot, sepse këtu jam sikur një kantautor. Do zhvishesh nga ky emër. Patjetër. Po, edhe nëse ti do të më lejosh nëse unë të thras. Sërish. Suksese për këtë album. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Unë mezi po pres njerë që të dëgjoj këngët e këtij albumi, sukses edhe në emër të TV7. Besoj që do t'jenë bekim. Jam i bindur që do t'jenë bekim për audiencën, jam i bindur që do t'jenë inspirim për kishën. Si lindi ky album? Si lindi ideja? Si lindi pasioni emër për mbi çdo emër? Albumi i fundit, sepse ky është albumi i tretë i imi. I treti. Pari ka qenë Eja Frymë Shejt, që ka mbi 10 vite, që ka qenë i pari, pastaj i dyti ka qenë Perëndia është dashuri, dhe ky është i treti emër për mbi çdo emër. Që në secilin etap, unë besoj që njerëzit, jo vetëm për një album, por edhe për një libër apo diçka inspirohen nga diçka. Por nuk e di pse, ky albumi i fundit më ka marrë më shumë kohë dhe sepse këngët nuk vinë 8 këngë për një herë, këngë të reja me muzikë, me tekste, kështu më radhë, por ka marrë shumë kohë dhe jam i lumtur që përfundimisht erdhi tek fundi. Po sa kohë të mori, pastor? Këngët besoj kanë lindur në momente të ndryshme të jetës tënde? Momente shumë të rëndësishme të jetës time. Domethënë, zakonisht një këngë mund të lindë, a mund të vinë në mënyrën spontane të ti. Ndoshta unë mund ta them kështu, kur ti je me një kohë marrëdhënie, intimiteti me Perëndin, duhet ta kesh ndoshta një instrument afër teje, dhe ndoshta je duke kënduar diçka tjetër dhe në mënyrë spontane, pastaj lindin këto. Por prapë po tham, po kthejnë edhe një herë që nuk kanë ardhur 8 këngët për një ditë. Kështu që o dash më shku shumë kohë, domethënë që më mbledh të gjitha këngët tani dhe të kemi të gjitha në album së bashku. Po, pak a shumë 2 vite, 3 vite, më pak? Më shumë. Më shumë. Sepse zakonisht ka qenë 1 ose 2 këngë që mund të vinë një vit, por ka të paktën 2-3 vite të fundit që nuk kam shkruar këngë. Arsyeja është sepse që në kohën e pandemisë, unë i kam pas këngët të gjitha këto këngët. Përpos njërën që unë do ta ceki më vonë, që u lind tek unë ato kohë në lidhje me Pashkën. Dhe të gjitha i kisha gati dhe shkova dhe tek studio dhe i bëra atje me gitare, por nuk e di pse, Zoti e din, por edhe për dëgjuesit është mirë mi kuptu që nuk është diçka vetëm aty këtu më ndodh, por pas 4 viteve që i kam pas në studio gjitha këngët, këtë vitën e kaluar që shkoj, domethënë vitin që shkoj, unë kam shkuar t'i këndoj. U dash të pres për kohën dhe momentin e duhur. Po, nuk ishte koha, prandaj kishe edhe këtë stopim. Nuk e di pse, por të them të vërtetën, me 2 albumet e para, kur i kam qu këngë në studio, brenda një muaji, kam pas mundësi më shku mi këndu dhe mi kry. Por kjo pse ka zgadë, domethënë 4 vite ishin këngët në studio, dhe unë nuk e gjeja momentin, nuk e di as vetë pse, bëja pyetje për një pse. Por ja që vitin e kaluar, pikërisht në gusht e mbaj mend, sikur tani, në gusht fillova të lutem dhe thash, okay Zot, besoj që ka ardhur koha. Dhe pastaj kam shku dhe i kam thënë atij që i ka orkestruar atje në studio, që përshëndes shumë Artan Kastratin, dhe i thash ne duhet i him kësaj pune. Dhe u morën vesh, e caktonim kohën, edhe pse ishte vështirë, por faleminderit Zotit, u dash prap 3 muaj apo 4 muaj gati tani, domethënë të vit gjithçka deri në përfundim. Po, për ta finalizuar. Për te kohës së realizimit të këtij albumi, a kishe sfida rrugës? Cilat janë disa nga sfidat më të zakonshme për të bërë një album sot?
E para gjë është domethënë që sikur këngëtar, nëse ti je sikur këngëtar, po flasim në këtë drejtim, ti duhet me shikuar në atë momentin më të mirë kur ti je mirë edhe me gjendjen tënde fizike, sepse zëri duhet me qenë domethënë po në formë sepse ti e ka shkuar në studio, nuk ka shkuar në darsëm, or diçka tjetër. Edhe kështu që nganjëherë kam shkuar dhe besom ata që dinë kur shkojnë në studio nuk isha fuqi as të këndoja këngën. Dhe më thosh taj çuni, duhet ta lojmë një ditë tjetër. Kështu që duhet të gjeja një ditë tjetër. Kur unë të gjeja pastaj ditën, ndoshta ai nuk ishte aty gati me qenë atë ditë, por unë vetëm dua të çekit ato që rrugtimi nuk është i lehtë. Sepse duhet të mendosh, domethënë në këtë rast sikur në këtë CD, gjithçka është, domethënë orkestruar në mënyrë direkte apo live nga instrumentistat. Vetëm bateria nuk është live aty, domethënë që është orkestruar, domethënë brenda nga piano, sepse dy gitarët, edhe gitara elektrike edhe gitara akustike është aty live, edhe klarineti dhe saksofoni është live, edhe violina është live. Kështu që u dash edhe instrumentistat tjerë, ti pres për kohën e duhur, për momentin e duhur, edhe almen që është sikur background aty, domethënë me këndu, domethënë si zoj dytë mbrapa, kështu që nuk është lehtë, duhet energji, mundi dhe përshtatje kohës, edhe shëndeti. Po bëj një prezantim, se po më kujtohet koha e dikurshme. Muzika thotë dhe teksti Driton Gashi, orkestroi Artan Kastrati, saksofon, klarinet, Adriatik Lota Tiki, jam sakt, violin Plator Doli, Alma Alama, zëri dytë back vocals. Çfarë bekimi? Një skuadër e tërë që ka punuar për këtë. Është vërtet, por më lene t'i them, domethënë tani të kthena pak tek ato inspirimet. Ku unë shkova tek ky Artan Kastrati për të bërë, domethënë për filluar e incizimet, dhe ai e dëgjoi që unë këndoja me gitarë. Dhe ai më tha, kush ti ka bërë tha këngët? Thash, s'po të kuptoj si po më pyet. Sepse ky Artani ka qenë në Kish, ka qenë shërbet, ka qenë adhurim, ka adhuruar me neve. Edhe tha, kush ti ka bërë tha muzikën e tekstin? Thash, vet. Jo, thash, është e mundur tha. Me këtë vi melodike, me të gjitha tha kështu. Thash, si është e mund? Thash, një gjatë thash është sigurt. Unë i kam bërë vet. Por një person që është brenda meje, jam i bindur që ai më ka udhëhequr për të sjellur këtu edhe me tekste, edhe me muzikë, kështu që vërtet lavdia i takon Zotit. Lavdi Zotit. Ja ke kushtuar Zotit edhe jo duket, po ai në fakt është edhe regjizori kryesori i këtij albumi, nëse mund të them. Pse zgjodhe emër përmbi çdo emër, kuptimi yt për të dhe kjo kopertinë, çfarë do thotë? Është kjo kuror, janë edhe disa njerëz dhe kurora që ndron sipër në sfond. Kur unë kam qenë duke menduar për albumin, domethënë se si ta titulloj. Në brenda janë 8 këngë shumë të bukura. Unë besoj që dëgjuesit do t'i pëlqejnë shumë. Janë të zhanreve të ndryshëm. Por gjithmonë është ajo pika kur vjeti dhe ki 8 këngë me tituj të ndryshëm, me tituj të bukur, edhe fillon domethënë të mendosh për çfarë, si ta quaj këtë album. Si ta ngjesim një emër, sikur një libër. Dikur bëhet sikur një foshnjë e jotja. Domethënë se vjen një foshnjë një dhe si do t'ja ngjesim emrin. Por unë besoj që kam qenë inspiruar nga kjo, sepse unë kam dashur që njerëzit të kuptojnë edhe nga kopertina dhe kënga e parë e këtij albumi thirret emër përmbi çdo emër. Dhe te Filipianët kapitulli 2 prej vargut 9 deri në 11 thotë që Perëndia i dha Jezusit një emër që është përmbi çdo emër që është në qiell, në tokë dhe në tokë. Sa bekim. 8 këngë. Cila është një nga këngët që të pëlqen më shumë dhe është shumë afër zemrës tënde dhe pse? Do ta veçoje ndonjërin? Tani secila prej tyre është e veçantë për mua. Po, sigurisht. Në të ardhmen audienca do ta vlerësoj që cila ka qenë ndoshta më e mira edhe nga ana e tyre, por unë do ta veçoja prapë sikur thashë, unë do ta la një këngë këtu, domethënë në studio, që të vështata të mund ta transmetoj domethënë edhe në radio. Po, do ta dëgjoj. Gjatë kësaj kohe, sepse ka të bëj prapë që thash me kohën e Pashkës, dhe ajo këngë lindi në kohën e pandemisë. Dhe e ka një tekst shumë të veçantë që do të thotë qengji i Perëndis pagou për neve në kryq dhe se ditën e tretë ai u ngjall.
Kështu që për zemrën time, ajo do t'jetë sepse ka lindur një kohë të veçantë brenda meje. Po, që i bie me titullin, pastor? Është kjo kur thot ti je Zoti im. Ti je Zoti im. Po. I bie kënga e tretë e albumin. Pastor, ti e sheh muzikën si një shërbes dhe është e dukshme, jo thjesht si një art. Çfarë do të thotë në fakt, në praktik kjo për ty? Arsyeja pse unë shikoj muzikën tani domethënë si një shërbes, është sepse unë shumë shpesh e kam përmendur jo tek emisioni yt, por ja vlen ta përmendi prapë për shkak të dëgjuesve. Unë para se të jem në shërbes të plot, në shërbesën si pastor, unë kam qenë një këngëtar që kam kënduar në përdarsma. Kam kënduar në për bankete të ndryshme, kam kënduar në për fejesa, martesa, lindje, në për ndeje, party, kam kënduar shumë. Dhe aty unë i kam kënduar heronjve, kam kënduar qyteteve, i kam kënduar historive, i kam kënduar bukurisë, i kam kënduar shumë gjanave. Por kur erdha në pikën me fillu mi këndu këngë për Perëndin, atëre kuptova që vërtet ja vlen edhe të shkruash, edhe të këndosh, edhe të jetosh sikur një artist, sikur një këngëtar duke shërbyer Zotit. Dhe kjo është pse unë e kuptoj këtë domethënë jetën time sikur shërbes. Pastor, gjatë kësaj periudhe kalimi nga një skenë publike në skenën e kishës, a ke pasur të ndime sepse për të kënduar, për të dalë, në skena ndoshta edhe më të mëdha dhe absolutisht nuk është gabim dhe nuk është mëkat të përfaqësosh dhe të prezantosh veten me këngë dinjitoze në skena të ndryshme. A je të nduar nga kjo, ose si ke ruajtur zemrën tënde nga krenaria në atë kohë? Patjetër që jam të nduar, patjetër që të ndimi është ende, sepse mua ende më ftojnë me shku me kënu në përdarsma. Edhe në kohët e sodit, secili dëgjues e kupton se çfarë do të thotë sot më shku me këndu vetëm me një dashur. Se çfarë leku apo çfarë pagese ti mund të marrësh. Por nuk ka qenë lehtë, por kam dashur të përballoj ato gjëra dhe me hirin e Zotit i kam përballuar. Por nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Dhe me lidh me pyetjen tënde, domethënë që si ta ruajmë domethënë krenarinë për këto situata, sepse thash unë kam kënduar, njerëz më kanë njohur, ende më njohin, bile dhe tani në komente ku i shkojnë domethënë këngë për Zotin që i këndoj, ata prapë më kanë shkruar domethënë se ti ke qenë një këngëtar i mirë, ti ke mund të më këndu prapë në përdarsma, kështu që përdorim prapë në mënyra të ndryshme njerëzit, domethënë duke folur që më sjell ty tek ato gjërat, ndoshta pa mendim të keq. Po. Por domethënë më sjell prapë domethënë tek gjërat, por unë e falenderoj Zotin për një gjë që historia ime, dëshmia ime ka pasur ndikim në shumë muzikantë dhe artistë tjerë. Unë jo, që sot ata i shërbejnë Perëndisë. Unë nuk po them që është mëkat, por është mëkat ndoshta disa gjëra që duhet i bash. Por prapë se prapë të jetosh në një atmosferë të tillë dhe ta ruash veten të pastë do të jetë shumë e vështirë. Dhe tani si ta ruaj veten nga krenaria, për hir të dëgjuesve unë duhet ta cek që unë i jap mësim në 2 shkolla biblike dhe mësoj lavdrimin dhe adhurimin. Dhe unë dua të ceki vetëm një gjë. Në njërin nga gjërat që atë jap mësim, sepse i kam 32 orë deri në 36 orë mësim, veç për lavdrimin dhe adhurimin, për këngën, mënyrën e këndimit, e udhëheqjes, e gjitha këto gjëra. Por kur nuk harroj, unë kam lexuar në një vend dhe thot në një kish në foltore e kishin të shkruar kështu: Sir, we want to see Jesus. Edhe unë kam filluar të mendoj që kuptimi i gjithë asaj është që nuk dua shfaqje. Unë dua ta shoh Jezusin e ty. Dhe kjo gjithmonë më mban dhe më ruan që unë kurdo që do dalë, qof pra adhurimi, qof pra një mesazhi, të shfaq Jezusin përmes jetës time dhe as më pak veten time. Bile një shprehje tjetër atje për adhurimin thot, aq shumë duhet ta shfaqësh Jezusin saqë ti mos më pa fare. Dhe a ka pasur vërtet momente kur muzika që ti ke kënduar, adhurimi, pra lavdrimi ndaj Zotit, ka prekur jetë në një mënyrë që vërtet edhe ti vetë je befasuar, jo me performancën tënde, por për mënyrën se si muzika ka ndikuar, muzika e krishterë? Unë kam plot dëshmi.
në mënyrë drejt për drejt, në mënyrë indirekte, por nëse nuk është tepër, unë do të provoj t'i përmendje të paktën dy. Njëra është me një këngë që unë e kam shkruar të albumit të kaluar, domethënë të dytit, që ka titlin Saj humbur që jam. Dhe një shok i imi që ishte në Austri, ai ende jeton në Austri, emri i tij është Alban, edhe ai kishte ardhur të kisha tek ne. Unë nuk e dija, domethënë se kush ishte ai. Dhe ai vjen dhe ai thot para kishës dhe thot, unë e kam pranuar Jezusin duke dëgjuar këngën Saj humbur që jam. Dhe ishte një parë rënqethje vërtet, sepse pa prit, pa kujtu, edhe kështu që pa tjetër që këngë kanë pasur ndikim dhe vazhdojnë të kenë ndikim, jo vetëm këngët e mia, po të tjerët, po të cek edhe një rast tjetër, të albumit të parë. Dhe albumin e parë, unë e kam edhe me videoklip njërën ndër këngë që thithet Pranoj mëkatin tim. Edhe nuk do jap emër, isha me një kish, me një shërbes këtu në Shqipëri, dhe në Tiranë, dhe mbrapa shërbesës ishte njerëz u mbledhen për të folur me pastorin, dhe unë i tham pastorit, thashë unë po shkoj poshtë, po të pres deri ku të kryjm punti. Dhe kur shkova atje poshtë, filloi me rashi, dhe njerëz do futen në një shtrej aty. Edhe me roje në atij vendi, duke biseduar, sepse nuk e njeh njerëzit, dhe duke biseduar roja një moment tjetër më thot, më fal, a kish edhe një herë emrin Driton se ta harrova? I thash, po, tha Driton. Dhe pa prit pa kujtu, vjen një grua dhe më prek mbrapa shpinës. Edhe thot, pranoj mëkatin tim. Unë i thash, jo, thash, se s'm ki bo kur gjoh, thash, më fal. Jo, tha, a je ti, tha, që këndon këngën, tha, pranoj mëkatin tim? Sa bekim. I thash, po. Dhe ajo filloi me çajt. Dhe tha, nëse do t'ishin të numëruar klikimet në YouTube, sa herë unë kam dëgjuar atë këngë, dhe ai thot, unë jam mbyllur në dhomën time dhe çaj, sa herë që vin një pikë e dëgjoj këtë këngë. Dhe më bën një pyetje, a ka të bëjë tha diçka personalisht me jetën tënde? I thash jo, nuk ka pas të bëjë asgjë në jetën time, por Perëndia ka përdorur që më pas me bëu për jetën tënde. Kështu që unë kam plot dëshmi, thash, të panumërta, qoftë edhe drejt për drejt gjatë adhurimit, qoftë në mënyrë indirekte, se si këngët e mia kanë ndikuar tek tjerët. Pra, në mënyrë të përmbledhur, çfarë ndikimi do të dëshiroje ti që të ketë ky album tek ata që do ta dëgjojnë? 8 këngët kanë mesazhe të ndryshme. Unë besoj që edhe këta i kam besu Perëndis, që të paktën njëra nga ata, të gjithë dëgjuesit që do të dëgjojnë, të paktën njëra nga ata do t'i flas i jetës së tyre personale në për të cilën ata janë duke kaluar. Sepse ka këngë që thot, Zoti im ty të do, ka këngë që thot, mbështetëm dhe besoj te ti o Zot, e janë vërtet këngë me një tekst, nderi dhe lavdia i takon atij, kjo emër përmbi çdo emër, e shumë situata tjera. Kur e këndojnë këngën, unë dua që të dëgjuesit sa ta këndojnë këngën, ta dëgjojnë këngën emër përmbi çdo emër. Unë gjithmonë dua t'i adresohem në këtë mënyrë, që të mendojnë pak, 1 sekond, 5 sekonda, 10 sekonda, ta mendojnë gigantin e tyre, ta mendojnë Goliatin e tyre, ta mendojnë problemin e tyre dhe unë kam një përgjigje. Vetëm ta shohin këngën, e ta kuptojnë që emri Jezus është përmbi çdo emër. Situata jote e ka një emër dhe emri Jezus është përmbi atë emër. Lavdi Zotit. Ndoshta pastor, tani është koha që ne të dëgjojmë një nga këngët e albumit, kështu që unë po e prezantoj, është jo thjesht një këngë, por është një adhurim nga zemra e këtij albumi. Le ta dëgjojmë Dritonin. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi mbi gjithçka tjetër, e i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezusit të bie në gjunjë të gjitha qenjet që janë në qiell, mbi tokë e nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmoj se Jezu Krishti është Zot, që të përlëvdohet Perëndia atë.
thërras, dua të lavdroj e të adhuroj, sepse jam shpëtuar që në ty besoj. O Jezus, me zë të thërras, dua të lavdroj e të adhuroj, sepse jam shpëtuar që në ty besoj. Mbi tokë e në qiell është dënves një emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Kur do herë me zemër të lavdrojmë këtë emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Mbi tokë e në qiell është dënves një emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Kur do herë me zemër të lavdrojmë këtë emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Emrin Jezus kur unë e thërras, portat e qiellit për mu janë hap. Në prezencë të ti unë vrapoj me vrap. Emrin Jezus kur unë e thërras, portat e qiellit për mu janë hap. Në prezencë të ti unë vrapoj me vrap. Mbi tokë e në qiell është dënves një emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Kur do herë me zemër të lavdrojmë këtë emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Mbi tokë e në qiell është dënves një emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Kur do herë me zemër të lavdrojmë këtë emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Mbi tokë e në qiell është dënves një emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër. Kur do herë me zemër të lavdrojmë këtë emër, shpëtimtari Jezus është emër mbi çdo emër, është emër mbi çdo emër. Faleminderit pastor për këtë këngë Emër për mbi çdo emër me të njëjtin titull të albumit. Shumë bekim. Shumë bekim. Pastor, doja të prekja pak momentin kur ti në studio ke regjistruar të gjithë albumin edhe të më shpjegosh pak për atë pjesën emocionale. Di që fokusi yt ka qenë sigurisht që të këndosh mirë, të jesh në koordinim me gjithë orkestrën aty që ishit live, por edhe zemra jote ka qenë drejt për drejt tek Zoti në ato momente. A mund na tregosh pak për fuqinë e adhurimit përmes zemrës son? Kur mua me pyet me fol për çështja e adhurimit, është diçka që rën qethën dhe është diçka shumë për zemër dhe jam shumë xheloz kur është koha të flas për adhurimin. Sepse di nga papravia ime, nga përvoja ime që kam kënduar shumë. Kam kënduar shumë gjëra, shumë njerëzve, shumë historive, shumë situatave, por kur është çështja për mi këndu Zotit, vërtet aty zemra ime rra ndryshe. Dhe një gjë që dua të di çdo dëgjues që është duke na dëgjuar prap në këtë moment është që ky album është bërë me shumë lutje, agjerime, përkushtime dhe jam lutur për secilin instrumentist, jam lutur për çdo moment, ata duke i bërë ato, unë jam lutur për ta, e as më tepër kur kam qenë vet aty. Domethënë duke i bërë, domethënë që sepse ti në atë moment kur ti e din që duke bërë diçka për Zotin ton, për mbretin mbi mbretër, për ato që ta ka shpenguar jetën, si mos t'i hapesh më të mirën. Dhe bile nga një moment, quni më thoshte, po merr frym nga një herë, se doja që as fryma të mos më dëgjohej, domethënë që të nxjerrja më të mirën për t'ia japur, por prap unë besoj që është bërë me e mira, Perëndia na ka udhëhequr dhe është një harmonia atashme, edhe domethënë gjithçka ka një vijë melodike, gjithçka ka një diçka shumë inspiruese. Ata nuk e kanë ditë, por prap besoj që ku i kanë dëgjuar këngët, po ata më njohin mua, e kanë ditë për çfarë këngë, domethënë për këngë duke kënduar ose duke bërë muzikë. Kështu që kjo ka pasur rëndësi, ndoshta një ditë ata do të preken dhe do të kthehen ka Zoti dhe ata të tjerë. Lavdi Zotit. Për kë je falendërues? Ratë e parë
Perëndisë është në qiell, sepse nuk kam e çfarë të mburrën, besëm. Unë kur nuk kam shkru këngë përpara, kur nuk kam shkru tekste përpara, kam shku në përdasma, veç atë mikrofon ma kanë bërë gati dhe kam këndu me mikrofon. Por patjetër që një falëndrim i madh i shkon edhe familjes sime në radhë e parë, vërtet ine, sepse në për këto kohë u dash një mbështetje madhe, sepse veç ata që dinë se sa herë u dash më shku në për studio, më inqizu, këtë jo në kohë, energji, mundi, sakrificë. Ina dhe herë faleminderit. Lavdi Zotit. Si ishte ai momenti kur more kopjen e parë të albumit në dorë? Si e kanë pritur? Jam duke e treguar edhe kopertinën nga brenda. Shpastori në moshë më të re. Është një emocion, po edhe foton aty, domethënë që e kam ndjerë ta vëj, ka qenë një moment i një adhurimi spontan. Jam i bindur që të gjithë dëgjues të dinë që unë kam mund ta vëj atë një foto çfarë kam dashur. Po. Por kam dashur të vëj një foto që të gjithë kur e shikojnë të kuptojnë që nuk kam qenë vetja. As vetë se kam bërë foton, dhe ka qenë një moment ku kemi qenë një adhurim. Unë kam qenë duke drejtuar adhurimin këtu. Dukesh edhe më i ri këtu. Dhe po, kështu që unë kam dashur ta zgjedh, domethënë ta kem diçka që dhe njerëzit të kuptojnë që është koha për ta adhuruar Zotin në çdo moment. Por ta kesh albumin në dorë, unë prapë po them që është prapë sikur një foshnjë, një diçka që ti e pret për shumë kohë dhe pastaj e ke në dorë dhe lypte. Nuk e di, është vështirë ta përshkruash nganjëherë, por fillojnë të më dosh me njëherë, domethënë sikur çka do të bëhet ky fëmia im, çfarë talenti do të ketë, çfarë aftësi do të ketë, si do ta përdor Zoti. Dhe unë them, Zot, do ta edhe lona altarin ton dhe ti përdore për lavdin tonë. Fillimisht e solle në këtë format, pastor, format CD. Do ta sjellësh edhe në formate të tjera? Po, unë besoj që do të jetë edhe në për formate tjera për që dëgjues të mund ta kenë. Por kësaj radhe kam lënë domethënë vetëm në CD dhe unë i kam bërë disa qindra kopje, domethënë kopje të kësaj. Këto ta kenë një çmim, edhe njerëzit mund të e kanë një çmim shumë të arsyeshëm. Shumë simbolik do të thoja unë. Po, domethënë, të lutem. Simbolik shumë të një çmim do të jetë shumë simbolik. Edhe arsyeja është domethënë që edhe kisha, edhe njerëzit duhet të kuptojnë domethënë që jo vetëm mu në këtë rast, por çdo person që mirret me punë, me shërbim për Zotin, nuk e na kërkoj me kriju biznise, por thjesht e ka një kosto. Kur nuk mbulohet, por të paktën me mujt me arrit aq unë kam thënë dhe dëgjuesit mund ta kuptojnë. Kur kam filluar CD-n e parë, albumin e parë timin, unë kam thënë, Zot, unë dua aq para të vinë nga CD-ja parë, sa që më pas mos kemi po dytën. Dhe është e çuditshme, Perëndia ka siguruar aq sa që unë ta kisha albumin e dytë, Perëndia e dashuri. Dhe kur kam përfunduar albumin Perëndia e dashuri, kam thënë, Zot, aq para dua. Sa më pas mi bë albumin e tretë. Dhe kur u bë tani albumin e tretë, dhe tani unë prapë po kërkoj, Zot, ti bëj që emri ju të lavdrohet. Amen. Është shumë e rëndësishme për dëgjuesit mi ditë se si ka filluar momenti i parë për më shkru ose me pas një album. E si nisi? Në momentin kur unë isha duke ordinuar për pastor, atë ditë, në shtëpinë time, nuk e ka pas më tepër se një javë, kam qenë duke lutur vetëm dhe unë kam thënë, Zot, unë dua ta dorëzoj ty zërin tim. Dhe pikërisht atë ditë, ai person që ishte duke na ordinuar neve sikur pastor, ai tha publikisht, Perëndia e don zërin ton. Që ta përdorish për lavdinë e tij. Dhe ai nxjerri parat për xhepit, kur nuk harroj, $150. Dhe tha, unë po i mbjell ta sikur far që ti ta fillosh albumin për Perëndin. Unë kush kisha pas një gjë të tillë, as një shprehje të tillë, po ajo është e sikur far. Dhe aty filloi, do të thot, albumi i parë, Eja frymëshet, pastaj i dyti Perëndia e dashuri dhe tani këtë tretin që kemi këtu, emër për mbi çdo emër. Çfarë dëshmie? Do të kishe dëshirë që ndonjë nga këngët e albumit në vazhdim të sjellje në formë të një videoklipi të thjeshtë edhe në rrjetet sociale, YouTube e të tjerë platforma? Po, edhe me CD-n e parë, këngën Pranoj mëkatin tim, e kam një videoklip, edhe me CD-n e dytë e kam, domethënë, videoklipin, domethënë aty, kështu që me këngën saj Humbur që jam, kështu që jam i bindur që do të punojmë në këtë drejtim që
të paktën ndoshta një ose dy nga këto këngë do të thotë kemi edhe në videoklip, por është shumë interesant sepse kam pas momentet që njerëzit më kanë kërkuar që a mundemi që këto këngë të kemi në anglisht, që ti më këndu në anglisht për audiencën e gjërë, sepse ka njerëz, sepse kjo lloj muzike që kanë dëgju tani, domethënë ata thonë që unë besoj që do të hyj shumë në veshën, në punën, në kishën e në vendet ndryshme për botë. Kështu që do shikojmë. Shumë bekim. Pastor, për ta përmbyllur këtë intervistë kaq bekuar, do të kishe një mesazh ose inkurajim ose edhe këshill për të gjithë ata të rinj të krishterë që duan të shërbejnë Zotit në muzikë dhe t'japin zërin e tyre për të lavdruar dhe adhuruar Zotin? Për gjithë ata që sot janë në këtë pikpyetje, që për të dërzuar ndoshta edhe karrierën e tyre në shërbim ndaj Zotit. Unë kam vetëm një diçka nga përvoja ime. Dhe ju mendoni. Po i flas besimtarëve të rinj në kishë, besimtarëve të pjekur në kishë, të rritur. Ne mund t'i marrim një parë duar trokitje në këtë botë, nga audienca, nga grupet e njerëzve, por do t'jenë vetëm për këtu. Por dua t'ju inkurajoj që ju të mendoni për një duar trokitje që do të ketë përgjithmonë një honë në qiell. Ajo është kur ti dhe unë zgjedhim t'i shërbejmë, t'i këndojmë, jo vetëm me muzikë, por me çfarë do talente dhe aftësie të tjera që Perëndia të ka vënë, ta vënë në shërbimin e tij, sepse do të kesh një honë të madhe në qiell. Lavdi Zotit. Prandaj shpeshherë është edhe ky pyetja karrierë apo një altar adhurimi për Zotin. Unë e kam zgjedhur dhe do vazhdoj të jetoj për një altar për Zotin. Amen. Unë të falenderoj pastor për këtë intervistë, për albumin që na solle, do t'i dëgjojmë këngët me kënaqësi, uroj që kushdo që do t'i dëgjojë të jetë një nxitje drejt një adhurimi, lavdrimit, sinqert e me zemër përpara Zotit. Zoti bekoftë shumë edhe ju. Faleminderit. Emër mbi çdo emër, nuk është thjesht një projekt artistik dhe një album, është një deklaratë besimi, është një kujtesë mbi çdo emër, mbi çdo sfidë, mbi çdo sezon të jetës sonë, qëndron një emër që nuk lëkundet, emri Jezus. Falenderojmë shumë Driton Gashi për sinqeritetin, për kushtimin, për frymën e adhurimit që sjell përmes këngëve të tij. Kalofshi të gjithë një fundjavë të bukur.